Mirëmbrëma, është patjetër një lajm që zuri faqet e para të shtypit, ai i urimit të ambasadës amerikane për zgjedhjet në Shqipëri. Ndërkohë, Gjermania, kancelari Merz, ka dhënë viston, ka dhënë lejen që raketat gjermane Taurus mund të godasin në thellësi të territorit të Rusisë. Paralelisht kemi një ngecje të bisedimeve të administratës amerikane si ndërmjetëse për një paqe midis Rusisë dhe Ukrainës. E gjitha kjo e komplikon teatrin evropian. Dua të rikujtoj edhe një herë që kur filloi lufta e parë botërore, gjithë shtëpitë mbretërore ishin kushërim me njëra tjetrën. Shtëpia mbretërore ruse ishte kushërim me shtëpinë perandorake gjermane dhe gjithashtu me shtëpinë mbretërore britanike. E megjithatë lufta ndodhi. Ndërsa sot nuk kemi të bëjmë as pak me kushërim, por me udhëheqës që shohin interesat e vendit tyre. Për të diskutuar rreth kësaj, unë kam të ftuar një personazh të cilin gjithmonë kam dëshirë ta ftoj kur kemi raste të tilla që kanë të bëjnë me Shtetet e Bashkuara, me politikën e madhe, ambasadorin Roland Ndimo. Ambasador, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit për ftesën, përshëndetje atyre që na ndjekin. Vetë ndjekin shumë. Ai që na ndjek, sidomos bisedat tuaja, është një publik vërtet i rafinuar. Është ai publik i cili ndjek lajmet e jashtme, sepse duhet të kuptojmë gjithmonë që neve jemi një pjesë e vogël e hartës së botës. Prandaj mendoj që ata që na ndjekin neve politikën e jashtme janë ai publik i rafinuar i cili e kupton që Trumpi kur çohet në mëngjes nuk pyet ku është Shqipëria dhe çfarë po bëhet aty. Putin gjithashtu nuk ja ka iden fort se çfarë halli ka Vučići në Serbi, po kanë një hartë akoma më të madhe. Madje kam iden që as presidenti francez, as ai gjerman, as ai kryeministri britanik nuk mendojnë çdo ditë për Shqipërinë, megjithëse mund ta dinë se ku bie. Ambasador, kemi një urim të ambasadës amerikane, e cila është në gjykimin tim një gjuhë shumë mekanike, por ndoshta vjen kjo për shkak sepse ka një lloj qasje ndryshe ndaj Shqipërisë, apo për mungesë të ambasadorit dhe të stafit politik të tyre, apo si përkthehet? Të gjitha bashkë mund të jenë nga pak, por më kryesore mendoj unë është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga 20 janari kanë ndryshuar gjithë qasjen e tyre ndaj botës, ndaj problemeve të botës. Pra kurat zoti Trump thotë që nuk do të ndjekim më monstrat edhe fantazmat nëpër botë në kuptimin e përpjekjeve të neokonëve globalistëve që donin të sipas tij në maskën e promovimit të demokracisë dhe drejtave të njerëzit për shtyrin një agent luftënësitëse apo të tyren në favor të, po themi, kompleksit militaro-industrial apo me radhë. Zoti Trump i ka urdhëruar dhe udhëzuar Departamentin e Shtetit të ndjeki një politikë ndryshe me vendet e tjera dhe mua deklaratat e tyre më duket më shumë nën këtë këndvështrim, nën punën që bën tashmë Departamenti i Shtetit nën udhëzime të reja. Pra marrëdhëniet me shtetet nuk janë më në raport me demokracinë dhe drejtat e njerëzit, por janë thjesht marrëdhënie të reciprocitetit, të interesit bazuar në çfarë vlere ka ky vend për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nga aq i thatë është ai urim, kupton që ne kemi atë rëndësi për stabilitetin në rajon për cilin ata do të punojnë. Thënë kjo, referuar paksa dhe atyre që në hyrjen që bëhet juve shumë të saktë, do thosha që ne vërtet jemi pak, dhe vërtet jemi shtet i vogël pa ndonjë influencë, por në kushtet kur shpreha, do themi letrare, kur erët e luftës po rëndohen dhe mund të shkojë drejt një lufte të tretë botërore, kam përshtypjen që çdo qytetar i globit ka për detyrë të japi kontributin e tij në mënyrë e shmangjes së kësaj lufte. Në këtë këndvështrim edhe roli i shqiptarëve, kudo që janë, sidomos ata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me aq mundësi sa kanë, do të jenë shumë më pranë ngjarjeve ndërkombëtare për të dhënë atë kontribut modest që kjo gjë të mos ndodhi, sepse vërtet nga deklarata e Merz, nga deklaratat e zotit Trump ditë të fundit, nga çfarë po ndodh në Ukrainë, nga çfarë po ndodh në Gazë, nga çfarë po ndodh në Kthjellin e Kinës Jugore, duket vërtet që jemi në prag të eksakt asaj të cilës zoti Trump në fushatë elektorale i druhej në maksimum. Akoma e kam në vesh videon ku është zëri e tij dhe thotë që ndën presidencën Biden nuk kemi qenë asnjëherë më afër luftës tretë botërore. Dhe për sa çdo ditë që vazhdon lufta në Ukrainë,
rrezikojmë luftën e tretë botërore me fuqitë armatosur me armë bërthamore që mund ta çojnë globin në një Armagedon bërthamor. Detyra jonë është që ta parandalojmë sa të jetë mundur dhe unë sapo të vi në zyrë do ta shpreha famshme që do ta ndaloj luftën për 24 orë. Duket që ka një frustrim të jashtëzakonshëm nga ana e tij me nisem nga deklaratat e fundit që ka bërë, që as europianët nuk i binden, as Ukraina nuk i bindet, aq më pak Rusia i bindet, aq më pak Kina po i shkon mbas avazit, pra nga të katër anët nga është drejtuar për të patur një dritare të suksesi, nuk ka çfarë dot. Dhe duket sikur të paktën këtë sekondë që po flasim, duket sikur lufta e tij me të ashtu quajturin deep state, të cilin ai akuzoi në presidencën e parë që pengoi të realizonte objektivat e tij, duket që e ka humbur për momentin në kuptimin e po të shikosh i gjithë shtypi mainstream media në botë, i është vërsurur nga të katër anët duke i vënë duke pa aftësinë, gafat dhe mungesën e progresit. Mbështetja popullore brenda Amerikës më duket se sot ishte në kufite 39-40%, me ulta në të njëjtin hapësirë kohore që nga data e fillimit punës deri tani e çdo presidenti në Shtetet Bashkuara të Amerikës në historinë e pasluftës. Përballë gjithë këtyre gjërave është i kuptueshëm frustrimi i tij, ndërkohë që unë nuk besoj shumë se zoti Trump është ai i afti që mund të bënte mrekullira, por në fakt është zgjedhur një moment jashtëzakonisht delikat të historisë në cilën ndodhen Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur polarizimi i brendshëm, kur kontradiktat me jashtë, kur gjithë perandoria amerikane ndodhet në thonjza po them perandoria amerikane, ndodhet në një moment rënje apo të kontrollit të rënjes së saj në mënyrë të komanduar, në mënyrë që mos shkaktoj një ulje të rëndë, të themi në mënyrë figurative për të marrim borxh nga teoria e aviacionit. Kështu që do doja shumë që ai të kishte sa më shumë sukses në atë që nisi të bënte, sepse pata përshtypjen që në fushat dhe në periudhën e tranzicionit ai u mundua të mbante sa më larg gjithë ashtu quajtur neokon dhe globalist, në mënyrë që të fillonte një faqe të re, një kapitull të ri në historinë e Amerikës, të hapte një patjetër do ndalohemi edhe tek kjo pikse në ça stadi është Trumpi, po dua të rikthehem edhe një herë eksperiencës tuaj si një pjesëtar i vjetër i administratës shqiptare, dhe pra e dini pak a shumë si funksionon, se administratat janë të ngjashme, esin me këpucë shprej plumbi, por njëkohësisht njihni dhe administratën amerikane. Mos që duket vallë ky urim ka të bëjë pikërisht me ato deep state-in që thatë ju, që ata duke parë ndryshimet e humorit të administratës Trump, e cila thot një herë tarifa në 100% me Kinën, pastaj i ul në 25%, pastaj 300%. Janë ata të cilët maten përpara se të flasin, ambasada kërkon udhëzime në departamentin e shtetit, departamenti i shtetit desk oficeri ja çon shefit sektorit ja çon pak më lart, dhe është kjo vonesa duke dhënë një përgjigje diplomatike e cila në fakt as i ngro dhe as i ftoh marrëdhëniet me Shqipërinë, mjafton që qeveria Rama mos prekë interesat amerikane. Kjo është, po themi, themeli, baza ose substanca, por në fund të ditës Shtetet Bashkuara të Amerikës ju intereson edhe situata politike në Shqipëri, edhe influenca e shqiptarëve në rajon, edhe paqja dhe stabiliteti në këtë zonë të botës dhe kontributi që mund t'japi ky rajon për paqen në terma amerikane, le themi, për kontributin për çështjet e sigurisë për cilat shqetësohet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në të gjitha të procedurën që ju e përmendët është eksakt ashtu, që formulohet këtu, miratohet atje me radhë, por mos harrojmë një gjë që sidomos në mungesë të ambasadorit dhe zonës ambasadorit. Nuk besoj se luan një rol të madh mungesa e ambasadorit. Jo, sepse këta teoritë komplotiste shqiptare kishin thënë që shikoni, atëherë uroj Yuri Kimin, ndërsa tash po pra uroj Yuri Kimin se ishte ambasadori Yuri Kimi. Po të kishte ndonjë ambasador tjetër, ndoshta do ta kishte bërë me emrin e tij, ose. Unë kam përshtypjen shumë që ajo që pengohet në rastin kur nuk ka ambasador dhe kanë ngarkuar me punë është aksesi i ambasadës në vend se sa komunikimi i ambasadës me qendrën e saj. Komunikimi i ambasadës me qendrën e ngarkuar me punë është në rolin e ambasadorit dhe atë të njëjtin nivel aksesi që do kishte informacioni do vinte nga ambasadori në Shtetet Bashkuara të Amerikës do të shkojë dhe nga i apo e ngarkuara me punë. Kështu në komunikimin e ambasadës me qendrën e vet nuk ndryshon një gjë të madhe. Ndryshon këtu në Shqipëri, që ndryshe e shikoni ju dhe unë, apo kushdo qoftë në Shqipëri një të ngarkuar me punë dhe ndryshe e shikojmë një ambasador. Jo, siç e shikoni ju, në fakt, më thënë të drejtën që është kjo, është qëndrimi i departamentit të shtetit. Po kam përshtypjen që në masën e gjërave në Shqipëri ndryshe tingëllon ambasador, ndryshe tingëllon i ngarkuar me punë, që ndoshta edhe një pjesë e mirë thon palesi që nga i ngarkuar me çfarë. Po ne e kemi këtu, çfarë je? Ai zëvendës apo s'qen ke gjë. Pas ke do.
Po ajo që do duhet veçuar, themu, në këtë moment, është një diçka që mund t'jetë koincidencë e një gjë që ka vite që qarkullon. Do më thënë, ndërprerja e varësisë së Shqipërisë dhe të shqiptarëve nga gjykimi i huaj. Pra ne, që nga 97-a sidomos, po më themi dhe nga 92-shi, kemi kultivuar një lloj varësie që po nuk na certifikuan të huajt, ne nuk quhemi, po nuk na thanë këta që e kemi mirë këtë punë, ne nuk e kemi mirë këtë punë. Pra, qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka kohë që është diskutuar, para sa kam qenë edhe unë prezent, po edhe më mbrapa me sa kam ndjekur, që kjo lloj varësie e shqiptarëve nga faktori ndërkombëtar do duhet reduktuar. Dhe si është mënyra më për të reduktuar, është koincidenca që zoti Trump vjen me ide të reja se si duhet organizuar Shtetet Bashkuara të Amerikës, si duhet ta zhvillojnë ata politikën e jashtme, dhe ky është një rast ideal që të ndryshohet mënyra e komunikimit, pra të mos kalohet në ato superlativa që interpretohen pastaj nga grupet e ndryshme politike në Shqipëri që më mbështeti mua dhe mbështeti atë, thjesht një formulë shumë neutrale, mbështesim Shqipërinë në progresin e saj, do bashkëpunojmë për interesat përbashkëta. Pra ja kanë hequr mundësinë çdo kujt që të mund të fitoj kapital politik me deklaratat që vijnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse më në fund të fundit dhe ata e kanë kuptuar që çfarë do lloj deklarate që të bëjnë, partitë politike shqiptare do të gjejnë çerekun në favorin e vet njëra dhe gjysmën në favorin e vet tjetër, dhe do të kuotojnë, do të citojnë atë pjesë që ju intereson atyre, sigurisht tjetra nuk ekziston. Kjo ka qenë modus operandi, le të themi, e politikës shqiptare në gjithmonë. Edhe sot e kësaj dite, OSBE-ja mjafton të bëjë një raport ku të thotë një pjesë, një palë do i referohet asaj që i intereson, pala tjetër asnjëherë politika shqiptare nuk i referohet një raporti ndërkombëtar si i tërë, që vënë duke edhe një progres që është arritur, po edhe një emet që duhet korrigjuar, po edhe një ndryshim legislativ që duhet bërë. Kështu në këtë këndvështrim kam përshtypjen që urimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës është novitet, por që unë do interpretoja si hap i jashtëzakonisht i rëndësishëm në drejtim të asaj që ne do duhet gradualisht të mos varemi nga të tjerët për të gjykuar për gjëra që na takojnë. Domethënë kanë thënë, jeni një çik më të pavarur, keni një çik më respekt për veten. Absolutisht, për të mos thënë që nga 20 janari Marco Rubio i thot të gjithë europianëve që nuk ju duam më për vasal. Domethënë, po ta shikosh gjuhën me cilën është shumë përbuzë gjuha me cilën ju flet Shtetet Bashkuara të Amerikës partnerëve vetë europian, sepse vërtet nuk i do më në atë rol që kanë qenë deri tani. Kur Shtetet Bashkuara të Amerikës paguanin për mbrojtjen e tyre, ata kishin një mirëqenie shumë më të lartë ose të krahasueshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe e kishin marrë si të mirë qenë që janë ata që duhet përgjigjen për sigurinë e tyre. Tash i thotë nuk ju duam fare që t'ju kemi shok, nuk ju kemi më shok. Bilet zoti Trump tha para rreth 10 ditësh që BE-ja është më keqe se Kina në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po pra, në këtë këndvështrim, po të shikojmë se si sillen amerikanët mas 20 janarit 2025 me partnerët e tyre, me aleatët, merrem mend se si mund sillen me ne. Unë them që është sukses i jashtëzakonshëm që me ne janë sjellë në atë formë me shumë respekt, bile do ta konsideroj atë telegramin në krahasim me mënyrën se si janë drejtuar Francës apo Gjermanisë apo dhe që do vazhdo Anglisë, kur ai thot kryeministit të Mbretërisë së Bashkuar, keni kujdes se po kufizoni lirinë e shtypit, domethënë vërtet që është një gjë jashtëzakonshme. Kështu krahasuar me të tjerët, ai urim, ai formulim mua më duket jashtëzakonisht i saktë dhe inkurajues për ne. Ndërkohë juve keni qenë ambasadorë dhe pranori kandidatave ndërkombëtare. I kanë mbarur shpresat opozitat e raporti OSBE-Odirit. Ndodh që raporti OSBE-Odirit ta përmbys situatën, të kërkojë zgjedhje të reja. Mbaj mend që në rastin më ekstrem në 87-ën kërkoi përsëritje në 17 vende, mos gaboj, apo Departamenti i Shtetit. Kështu është. Zgjedhje në Thegjashtë, në fakt. Në Thegjashtë, në fakt. Pra, në një farë mënyrë, leximi im, po besoj leximi korrekt i situatës në Thegjashtë ishte që ndodhi ç'a ndodhi, këta që kanë fituar zgjedhjet i kanë fituar sepse kështu do populli shqiptar. Ju keni devijuar majorancën në kuptimin jo 60% shtat masën. Pra, të përsëritën zgjedhjet në 17 zona në mënyrë që të rivendosin një lloj ekuilibri sepse u bën 100-0. Ishin në fakt 130-10, pra po ju thoshte mbajeni dhe shumicën presidenciale, por bëni sepse Saliu kishte hall të kishte shumicën në zgjedhjes presidente. Kështu që nuk besoj se do të ndodhi në një kushtet çfarë me raportin e Odirit, OSBE. Njësoj, siç ka ndodhur në të kaluarën, do vënë duke disa të meta këtu dhe disa të meta atje, të cilat në shumicën e rasteve unë besoj që janë të fryera nga opinioni i brendshëm, nga grupimet e ndryshme që flasin bazë të interesave të ndryshme.
Dhe shumë mirë, mirë është për Shqipërinë të reflektojnë të gjitha kritikat që kanë të bëjnë me zgjedhjet në mënyrë që të kemi zgjedhje sa më të mira, por ajo që në një sekond njerëzit duhet të kthejnë kokën mbrapa dhe duhet të shikojnë që ne kemi ligjin elektoral më të gjatë në botë, rreth 130 faqe. Sepse mundohemi që të imagjinojmë çdo situatë të mundshme që do ta zgjidhim përmes ligjit. Ndërkohë i bie që duhet të kemi një policë mbas çdo zgjedhësi, mbas çdo votuesi, që të ruajë se si po voton apo i zbaton ligjet apo i zbaton rregullat. Domethënë e çojmë përtej për masave normale nuk rregullohen të gjitha gjërat me ligj, por nuk patë një lloj formimi bazë, por nuk patë një lloj besimi reciprok. Domethënë ne shfaqim një lloj, nuk e di, mbase nuk është fare e vërtet, por nga ato që kam lexuar unë, më duhet sikur në Turqinë e Anadollit, në Turqinë otomane të shekullit 16-17, ishin njerëz që kishin këtë lloj mosbesimi ndaj njëri tjetrit dhe ne vazhdojmë e kemi marrë deri në shekullin e 21 një lloj mosbesimi të jashtëzakonshëm kundër njëri tjetrit. Ndërkohë që nuk më duket se është kështu. Jeta e përditshme i ka bërë njerëzit që jetojnë me njëri tjetrin, besojnë në biznese, martohen, kalojnë jetën nëpër komunitete. Po të lexosh raportet që flasin, të duket sikur ka një atmosferë të jashtëzakonshme mosbesimi, që nuk përputhet me realitetin. Mos harrojmë edhe një gjë që nuk do doja që të isha i vetmi ta thosha, po mos harrojmë që organizatat ndërkombëtare kanë një përqindje të justifikimit të ekzistencës tyre në ato që bëjnë dhe në ato që shkruajnë. Domethënë, edhe sikur të mos ketë asnjë gjë, do të gjejë një gjë që të justifikojë me prezencën e tyre këtu. Për të mos thënë tjetrën fare, pastaj që Odiri është okay, është një organizatë specializuar për zgjedhjet, por kupola e OSBE-s është totalisht e vjetruar. OSBE-ja është një organizatë që ka lindur me propozimin e rusëve, një iniciativë sovjetikëve, iniciativë që 1926 për të drejtat e njeriut. Në fakt, në vitin 76. Helsinki është firmoz në 75-ën, Prishtina ka menduar në 72-ën, por ideja e OSBE-s ka qenë thjesht puna e kufive. Dhe retrospektiv, ndërkohë që ne patjetër dhe drejtat e njeriut janë të tre shportat, politike dhe sigurisë, drejtat e njeriut dhe ambienti dhe ekonomia. Por në të ushtrisë të sigurisë ishte atje ku ngulmonin rusët, që ishte sovjetikët, që ishte pjesa e mosndryshimit kufive. Në të drejtat e njeriut insistonin perëndimi amerikanët dhe Europa. Rusët besonin që sankcionimi në kartën e Helsinkit i mosndryshimit kufive do t'i mbronte nga rënia, por nuk i mbrojtje fare nga rënia. Ashtu sikurse dhe Jugoslavët nuk i mbrojtje fare nga shkatrimi Jugosllavisë. Dhe e zgjata pak si shumë këtu për të dalë një... Jo, edhe duhet ta kuptoj njerëzit se ç'është organizat. Ka një pikë shumë interesante, sepse mua më ka interesuar shumë duke qenë diplomat dhe duke qenë sepse ndjeja një lloj shikimi shtrëmbur nga kolegë të ndryshëm që pse nuk ishim neve Shqipëria pjesë e firmosjes në Helsinki, ndërkohë që na kishin ftuar. Dhe aty ka jashtëzakonisht shumë hile, po të shikosh korrespondencën diplomatike, edhe na kanë ftuar dhe s'na kanë ftuar, dhe i kanë ftuar dhe s'i kanë ftuar, dhe ato që kemi kërkuar ne si kushte për të plotësuar përpara se ti firmosnim, pra edhe atyre ju ka ardhur mirë që ne nuk vajtëm. Por ajo më interesante që do të dësha të them është që në atë kohë Shqipërisë nuk i konvenonte fare mosndryshimi kufive. Sepse bëhesh fjalë për 2 milionë shqiptarë që jetonin në Kosovë dhe ne nuk kemi dashur asnjëherë që të sankcionohej ajo vindarje e kufirit siç u bë në atë kohë. Sepse gjërat janë vërtet edhe nga pikpamja ligjore kanë një mospërputhje. Për shembull, nuk ka asnjë traktat paqe midis Serbisë dhe Turqisë që Turqia të ketë ceduar Kosovën, që Kosova të jetë pjesë e Serbisë. Pra ligjërisht Kosova asnjëherë nuk ka qenë pjesë e Serbisë. Ka qenë territori okupuar i cili është kooptuar pastaj në Jugosllavi për shkak të Serbisë. Ka qenë perandorisë otomane. Otomane. Pa në 1912-ën, kur serbët fituan dhe pushtuan me luftë, pra ja shkëputën me thonjë, edhe me shpatë dhe me gjak Turqisë atë krahin, Turqia nuk u ul që të bënte një traktat paqe dhe thoshte, "Ok, këtë territor po e çedojmë." Pra ligjërisht, Kosova nuk i ka takuar asnjëherë Serbisë. Kështu në këtë këndvështrim hera e dytë që e dëgjoj nga juve, sepse e kam lexuar vetëm nga një studius kosovar, i cili të njëjtën gjë thotë edhe për vilajetin e Janinës edhe për të gjitha i quan të... Në këtë këndvështrim, ne, Shqipëria, pavarësisht që ndoshta Enver Hoxha kishte hallet tjera, drejtave të njeriut, të kishës, të fesë, ku diun, patjetër që të gjitha janë. Por ishte edhe ky element, mos njihnim kufit, sepse nuk ishim dakord me atë ndarje që ishte bërë botës. Është shumë interesante në fakt të kthehesh mbrapa në kohë dhe të
ti gjykosh që në gjenezën e tyre problematikat. Ambasador, vim tek administrata Trump, të ai që juve e quajtë Deep State, i cili reflektohet edhe të qëndrimi ndaj nesh. Neve përmendëm edhe në emisionin e shkuar ku folëm për një lloj frenimi që ju ka bërë këshilltari të sigurisë të detyroj Trumpin që a e detyroja me qef a pa qef iku këshilltari Waltz. Gjithashtu kemi një shmangje të njeriut shumë të fuqishëm, numri 2, pronarit njeriut më të pasur të botës, Elon Musk, ku Trump i tha, shiko, ti si duash, ndaç rrin, ndaç ik, i tha, po, si më thënë, i latë kuptonte që nuk ja i që bën ligjin këtu, këndoj unë. Kam frikë se dhe Trumpin nuk është e këndon do të kaq kollaj, pra mos kemi një lloj rezistence të ati Deep State-it dhe një qëndrueshmëri për të kthyer pastaj në vija tradicionale që ka çdo perandori. Juve s'ju pëlqen termi perandori, po unë e quaj në fakt një perandori sui generis, holografike. Se me 180 baza në gjithë botën. Jo, mua më stonon termi perandori në kuptimin e funksionimit, perandorit janë vertikale, kurse unë kam besuar dhe vazhdo të besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një organizim demokratik. Kurse perandoria në perandori të tjera për shumë më pak ta prisnin kokën, në Shtetet e Bashkuara, ta presin kokën edhe posaçh Trumpin. Në këtë këndvështrim, por ajo që sot që po flasim, duke filluar nga dita e shtunë, sot është e mërkur, 4-5 ditë e fundit, më bëjnë të mendoj që deri tani të paktën Trump e ka humbur luftën me atë që quhet Deep State. Dhe një nga arsyet është sepse duke ditën e shtunë ose duke gdhire diel, një numër i konsiderueshëm dronësh nisur nga Ukraina kanë tentuar të godasin helikopterin me cilin udhëtonte presidenti i Rusisë Putin gjatë një udhëtimi nga Moska në Kursk. Dhe në të njëjtin kohë që ka ndodhur ky lloj sulmi, është një website që monitoron lëvizjet e avionëve, itam.com diçka, i cili thotë se në ato orar rreth e përqark detit të zi, Odesës dhe Krimes, ka pas një aktivitet të jashtëzakonisht të shtuar të avionëve të zbulimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe besohet që natyrisht dijeni për fluturimin e presidentit mund të ketë marrë Ukraina edhe nga spionët e vet që kanë në Rusi, por besohet shumë që e ka marrë nga amerikanët dhe që më tej sulmi me raketa dhe me dron nuk mund të bëhet pa dijenin e ekspertëve amerikanë, i bën njerëzit të besojnë shumë më tepër që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pasur dijeni për gjithë këtë aksion. Pra, për tentativë për të vrarë presidentin e Rusisë. Dhe unë jam i sigurt që kjo gjë është vepër e atyre që janë poshtë Trumpit. Dhe bile dje par dje kur u pyet nga Fox News që se u shpreh ashpër për Putinin që është çmendur, po vret njerëz këtu, unë kam njohur ndryshe, dhe dikush i tha, po a jeni ndjeni që është sulmuar helikopteri i tij? Jo, tha, nuk di. Pra, i bie që Deep State vepron ndën rrogos dhe saboton atë veprimtari që bën zoti Trump gjatë ditës, pra për të nxitur negociatat, për të arritur një paqe. Në këtë këndvështrim them që është një humbje e madhe për zotin Trump në raport me luftën që ai zhvillon kundër të shoqëtorit Deep State. Nuk mendoni që e ka bërë Trumpi dhe e mohon për efekte? Nuk besoj. Nuk ndodh, sepse ajo që e bën të gjithë historinë goxha xhalo është që Trump e di fare mirë që ka një urdhër ekzekutiv të presidentit Biden për që e udhëzon CIA-n për të zhvilluar çfarë do lloj aktiviteti në dëm të Rusisë, Federatës Ruse. Pra këtë urdhër ekzekutiv fare mirë Trump gjatë këtyre 3 muajve që ishte në pushtet mund ta kishte anuluar. Për sa kohë urdhër është në fuqi, CIA dhe gjithë institucionet e tjera amerikane që janë në këtë linjë veprimi do të vazhdojnë të zbatojnë urdhrin e ekzekutivit të presidentit. Pra kjo që sapo thash është në favor të asaj që thatë juve që e di dhe bën sikur se di. Unë besoj që nuk e di. Unë besoj sepse nisur nga ajo që ka thënë në fushat, nga ajo që ka thënë në periudhën e tranzicionit, që unë do ta shmang luftën sepse jemi në prag të një lufte bërthamore, por për ta shmangur luftën më duhet që të çmontoj gjithë establishmentin neokon, globalist dhe marksist,
të cilët në maskën e luftës për përhapjen e demokracisë dhe drejtave të njerëzit kanë shkatëruar Amerikën dhe atë dëm që i kanë bërë Amerikës, Kina dhe Rusia do ta ndërronin. Kështu që në këtë këndvështrim njohja ime e personalitetit Trump është e atill që ai vërtet ka ardhur me një lloj misioni, siç e quhen edhe veten që është me mision, për të bërë paqe dhe për të ndryshuar situatën, sepse ka një kontradikt jashtëzakonshme. Ai është miliarder dhe në ceremoninë e inaugurimit kishte gjithë miliarderët nga mbrapa dhe po të shikosh shtypin mainstream, shtypin kryesor, të gjithë janë vërsulur dhe thonë që ai po bërë dhe ligji që u kalua partia në parlament, big beautiful bill që e quhetin, domethënë për shkurtimin e taksave etj etj, duket që është totalisht në favor të pasurve. Por ajo që e ka sjell Trumpin në pushtet është pikërisht MAGA, baza MAGA, që janë ata që janë të varfër. Dhe ky do të bëjë diçka patjetër për ta, siç ka thënë dhe sekretari vet i Thesarit, kur 50% amerikanëve janë zero, nuk kanë as lek, jetojnë nga dita në ditë, nga paycheck to paycheck. 50% e tjerëve zotërojnë 100% të aksioneve në bursa apo kanë konto në banka. Dhe Trumpin e mban në pushtet dhe e bën që të ketë kontroll mbi gjithë Kongresin, pikërisht kjo 50% e popullsisë që është baza e tij. Pra, ai ndjen një detyrim që ka shik këtyre që nuk kanë asgjë dhe përballen me 1% amerikanëve që zotërojnë 30% të pasurisë amerikane. Pra, në qoftë se ai nuk do të jepte asnjë lloj rezultati në mbështetje të këtyre njerëzve që nuk kanë me se të mbyllin muajin sistemin neve në Shqipëri, atëherë do të ishte i humbur. Në këtë këndvështrim ka një kontradikt madhe, që një miliarder do duhet mendoj për popullin e thjeshtë. Sa po të thoja, nuk ma merrte mendja kur ambasador që ky do ishte kaq njeri i paqes, për interesat e veta, pa diskutim. Por ka një shpjegim shumë të thjeshtë, se kam dëgjuar, duke qenë biznesmeni mbrojtur, ndjen që lufta shkatron. Biznesi krijon, lufta vetëm shkatron. Pra ka një dhe në ato kujtimet e veta që ja kanë mbledhur, sa i vetë nuk di të shkruajmë duket, ja kanë mbledhur dikush, thotë që i ka pas bërë përshtypje shumë të thellë të regimet e Xhaxhait vet, që ka qenë inxhinier bërthamor, lidhur me armët bërthamore dhe që kur ka qenë i vogël, ka kultivuar një ndjenjë tmerri dhe urrëtie për këto lloj armësh. Pra, është vërtet deri tani të paktën një njeri i paqes. Fare mirë, kushdo mund të thotë, është ai që po furnizon Izraelin me municione, me pare, me gjitha që po bën atë që po bën. Patjetër nuk mund të flitet me terma kategorik, por përpjekjet e tija apo të thënë ai s'ka hapur ndonjë luftë. Eksakt. Dhe mesazhet me të cilat ka ardhur në pushtet është krejt ndryshe nga ato që kemi dëgjuar deri tani. Një ndër arsyet thonë që do ta shkëpusi Rusin nga përqafimi i Kinës, sepse është një përqafim mbytës, por edhe humbet një lloj, jo vetëm që fuqizon Kinën, po humbet edhe le të themi një partner, sa aleat mund të quhen kur këta të dy. Ndërkohë, ambasador, doja të bëja një pyetje edhe për Rusin. Kjo goditja për Putin mos është një veprimtari, le të themi, pak e pa llogaritur nga pikpamja strategjike, sepse Putin është ai që është diktator, luftë-nxitës etj. Por nuk është Putini që bëri këtë Rusi luftë-nxitëse. Është Rusia që prodhon udhëheqjes luftë-nxitës. Rusia prodhoi Ivanin e Tmerrshëm, Rusia prodhoi Katerinën, Rusia prodhoi Pietrin, Rusia prodhoi Stalinin. Pra është një komb imperialist ekspansionist i cili kërkon vazhdimisht, dhe Putini është një ndër krijesat e tija. Mos ndoshta goditja e tij mund të bëjë ardhjen e një koke më të nxehtë, sepse nëse shohim Medvedev dhe të tjerë janë akoma më ekstremist në ato të tyre, dhe ndoshta ka të drejtë Trumpi kur kërkon një lloj partneriteti me Putinin. Parë nga këndvështrimi jonë, patjetër kështu është, domethënë shumë pa hyrë në frazeologjinë diktatori, është me shumë përfitim për situatën në tërësi, një mirëkuptim me presidentin e Federatës Ruse. Ajo që më bën mua të besoj që atentatin ndaj atij ka shumë shanse të ketë qenë i vërtet. Shiko, ne gjykojmë gjithmonë mbi bazën atyre që mundohemi të bashkojmë pikat, dëgjojmë gjithë këtu, dëgjojmë atje dhe kush na mendojmë që shkon me njëra tjetrën. Pra nuk është se kemi në një evidencë të plotë që themi ka ndodhur kjo, ka ndodhur ajo. Po duke bashkuar pikat, duke dëgjuar një lajm këtu, një lajm atje, na bën të besojmë që ka pasur atentat. Atentati i cili përputhet me mënyrën si funksionon CIA, me mënyrën si funksionon mënyra amerikanët menduari që duke hequr kokën
ti mendon se ja preve nuk rritet më gjarë për. Ndërkohë që ata vetë nuk janë kështu, se Pentagoni mendon ndryshe, departamenti ndryshe. Jo, dhe në Rusi, është plotësisht shumë e saktë ajo që thatë ju, dhe të gjitha shenjat janë që Putini ka luajtur rol më shumë frenues ndaj luftënxitësve rus, se sa ka qenë ky luftënxitës, domethënë kokat nxehta në Duma dhe në elitën ruse ka sa të duash. Kështu që mund të shkonte në një përshkallëzim të mëtejshëm situata nëse do të kishte ndodhur që të ishte vrarë. Por e gjitha që ju me të drejti pët një përshkrim shumë të saktë çfarë ka ndodhur në Rusi historikisht nga koha e Pjetrit të Madh deri tani. Por mos harrojmë që një rol jo të vogël kanë luajtur dhe se si janë sjellë të tjerë ndaj Rusisë. Domethënë, unë kam përshtypjen që europianët mbasi kanë mbaruar punën me luftrat e tyre të brendshme civile dhe janë bashkuar apo Italia apo Gjermania, mbasi kanë zgjidhur ca probleme me njëri tjetrin, me luftra apo me gjakderdhje, të gjithë janë vështirë Rusisë, Napoleoni dhe Hitleri, dhe kështu që edhe këta kanë pjesën e tyre. Jo vetëm. Ivani i Tmerrshëm u krijua si rezultati i sulmeve që bënte perandoria polako-lituane. Pietri për shkak të perandorisë suedeze, sulmeve, kafshimeve. Është një kombinim gjërash dhe është interesante të vihet re. Unë ndjek me shumë vëmendje John Mearsheimer, më duket është një shkencëtar politik i shkollës realiste, më duket që është më afër se shkollat e tjera në të kuptuarit pse shtetet sillen në këtë formë. Dhe shtetet sillen për shkak të sistemit anarkik, për shkak se nuk ka mbrojtje, nuk ka. Domethënë edhe Ukrainës kur e sulmoi Rusia nuk kishte një numër telefoni që thoshte hajde se po më sulmuan këta dhe të vinte dikush edhe ti kritikonte rusët, apo kështu me radhë kur Hitleri sulmoi Rusinë apo kur Rusia sulmoi ku diun një shtet tjetër. Kështu që në këto kushte gjithë shtetet përgatiten për luftë. Dhe në momentin që ka një mungesë ekuilibri në armatim dhe në forcë, fillojnë të ndodhin luftrat. Kështu që roli i gjithë bashkisë ndërkombëtare është si ti paksoj efektet negative të luftrave, por që pamundur që t'i shmangesh sepse janë në vetë natyrën e organizimit shtetëror. Po të shikosh, ka një gjë shumë interesante, të gjitha shtetet bazohen në mitet e nacionalizmit. Pra, kombi shqiptar ka mitet e tija të luftës kundër turqve, kundër grekve, siç kanë grekët kundër këtij, kundër atij, siç kanë rusët kundër atij. Pra, të gjithë ne edhe grekët dhe serbët thënë ç'na kanë bërë këta fqinjët tanë, çdo t'ju punojmë po të kemi dorë. Në fund të ditës janë bërë shumë përpjekje për të rishikuar tekstet e historisë sepse ngjallin frymën e armiqësisë midis shteteve dhe midis kombeve. Dhe në fund të ditës është lënë përgjysmë sepse në momentin që ti i heq shteteve të drejtën për të bërë mitin e nacionalizmit, atëherë i jep të drejtën që të ekzistojnë. I heq të drejtën që të ekzistojnë. Kështu që ne kështu do ekzistojmë, sepse shteti është njësia bazë gjithë sistemit ndërkombëtar. Që ka filluar 3-400 vjet përpara, do të jetë deri në të ardhmen që ne nuk e parashikojmë dot derisa do jetë. Dhe brenda kësaj të merren gjitha masat që kjo të mos kthehet në vdekje prurse, të mos kthehet në vllavrasje. Dhe për këtë nuk mungojnë periudhat e paqes dhe të qetësisë. Ajo që të bën përshtypje shumë është karakteri ciklik i luftrave, që koincidon me karakterin ciklik të ekonomisë, të borxheve dhe të maturimit të borxheve dhe të mospagimit të borxheve. Pra të kthen mbrapsht në kohën 2-3.000-4.000 vjet përpara, ku është një studios amerikan, Michael Hudson, i cili thot Bibla e parë ebre thot që e ka marrë nga Kodi Hammurabit dhe e ka marrë nga Somerset më përpara. Në 50 vjet do duhesh të faleshin borxhet individuale. Dhe në qoftë se nuk faleshin borxhet individuale, atëherë vinte revolucioni ose fatkeqësia natyrore ose luftrat, të cilat po njësoj bënin një ndonjë gjë si falja e borxheve. Dhe kjo gjë vjetër tash kemi një kombinim të gjithë faktorëve. Borxhi ndërkombëtar është në kulmin e vet, më duket rreth $110 trilion, është borxhi që gjithë shtetet i kanë dikush njëri tjetrit, por në fund të ditës gjithë i kanë borxh bankave. Dhe ata që janë më të interesuarit që të shkohet drejt luftës janë ata që kanë bankat, sepse ata nuk kanë më kolateral, nuk kanë më se si t'japin e të marrin borxhe, ndërkohë presin që të marrin atë interesin nga borxhet. Kështu që e gjithë ky karakteri ciklik i financës me këtë periudhë që po jetojmë, jemi në një moment shumë të rrezikshëm që do kërkonte vërtet një pjekuri politike të madhe për të kapërcyer. Edhe lexim të mirë të historisë. Ndërkohë juve cituat, unë ju ndërpreva, po tashti dua që ta shtjellojmë temën e pamundësisë së Trumpit që të bëjë një paqe. Rubio deklaroi në një moment, kemi edhe punë të tjera për të marrë jo vetëm Ukrainën edhe me, por prap
u rikthyen. Ndërkohë mua më duket se Europa në një moment po u shmang vëmendja e Rusisë, e Shtetet Bashkuara është gati të kapi armët edhe të lëshohet. Më kujtohet pak ajo me që përmendet edhe Borxhi, lufta e parë botërore, arsyen kryesore pati sepse ato bonuset të thesarit të perandorisë ruse i kishte gjitha Franca, dhe në momentin që do binte Rusia, Franca dilte zbuluar. Kështu që filloi luftën Rusia për mbrojtur Serbinë, u hodh Franca, mbas Francës Anglia. Pra ishte një luftë ekonomike në thelbin e saj. Jemi në një moment kur të gjithë po i lëshohen Rusisë. Të gjitha këto shtete janë me popullsi të plakur, me borxhe të mëdha, me përqindje shumë më të larta se sa GDP-ja e tyre, që është borxhi. Pra, dështojnë Amerikanët, tërhiqen Amerikanët, kancelari Gjerman thot, merr një raketë Taurus, godisni në thellësi Rusin, të godasësh fuqinë e parë bërthamore të botës në thellësi, që deri tashti, mund ta falin që ti godet Kurskun, po filluan e rast shi raketash mbi Moskë, ndryshon loja. Ka për t'ju kthyer Berlinit, nuk do merret më me Kievin. Jemi në këtë situatë, ambasador? Që ka karakteristik jashtëzakonisht e dallueshme e gjithë kësaj lufte. Do shta ishte pyetja pak e gjerë, duke jo, e kuptoj. Dështimi i tyre, apo dështojnë Amerikanë, mund vi një moment që tërhiqen këta, pastaj kalojmë edhe te Europianët. E kuptoj. Një komponente shumë e rëndësishme e gjithë kësaj lufte, gjithë kësaj kontradikte është edhe mënyra e të treguarit. Pra, kush kontrollon narrativin, kush kontrollon këndvështrimin. Nëse ne dëgjojmë gjithmonë agjencitë perëndimore që i vendosin objektivat e Rusisë me gojën e tyre, pra se kush janë objektivat e Rusisë, ne i mësojmë nga France Press, apo nga Associated Press, apo nga CNN, dhe nuk kemi asnjë shans që të dëgjojmë. Pra këta thonë që Putini donte ta pushtonte për 3 ditë, po se pushtonte as për 3 vjet, as për 30 vjet. A donte vërtet ta pushtonte? Sepse me sa dëgjoj nga Rusia, ata donin vetëm që të bënin një marrëveshje, donin vetëm të jepnin një shenjë që kjo që po ndodhte në Ukrainë nuk i pëlqente. Dhe tashti të vim ke mënyra se si trajton Trumpi dhe Amerika, shtypja amerikanë që janë vërsytur gjithë dështim. Në fakt, Amerika është pjesë në luftë. Dhe vetë Trump dhe shumë autorë amerikanë kanë quajtur luftë ndërmjet midis Amerikës dhe Rusisë. Luftë me prokuror. Amerika ka paguar parat, ukrainësit kanë dhënë gjakun edhe djersën. Pra, ato 61 miliardë që u miratuan vitin e kaluar nga administrata Biden janë ende në lëvrim. Pikpyetja madhe është për zotin Trump, pavarësisht i dështojnë apo nuk i dështojnë ndërmjetësimi, ai është vetë pjesëmarrës në luftë. Çfarë do bëjmë ata 61, mbasi të harxojnë 61 miliardët? Do fusin në Kongres një ligj të ri për një paketë të re ndihmash për Ukrainën? Apo do i thotë europianëve, jepja ne juve këto para, që europianët s'kan as lek, s'kan ku t'i gjejnë, as borxh nuk kanë ku të marrin, që të mbulojnë këtë ndihmë që i kanë dhënë amerikanët Ukrainës. Nga ana tjetër, dhe vetë ndihma ushtarake konkrete, marrim raketat Patriot. Raketat Patriot që kanë këto sistemi mbrojtjes Patriot që kanë ukrainësit, kanë mbetur pa raketa interceptimi, pra është bateria e Patriotit, e shikojnë që po vjen raketa ruse, e di se si mund ta qelloj, po i mungon raketa që duhet niset që ta zgjysojë raketën ruse. Nuk kanë. Thjesht nuk kanë. Rubio dhe nuk kemi më. Dhe i kanë thënë vendet anëtare, dhe vendet anëtare kanë thënë që ne na duhen për vete. Kështu që edhe raketat Itacam amerikane që i kanë çuar atje janë në numër të kufizuar. Dhe vim ka raketat Taurus. Po nisemi nga gjendja fizike. Gjermanët kanë gjithsesi 255 raketa. Mendohet që kanë çuar në Ukrainë 150, 100 i kanë ruetur për veten e tyre në rast se do ju duhen. Çfarë dëmi mund të bësh me 150 raketa? Në kushtet kur me sistemet e mbrojtjes kundër raketë ruse, të paktën më shumë se gjysma do azhësohen në ajër, nuk arrin. Megjithëse këto kanë një sistem që fluturojnë ulët dhe kanë një sistem penetrimi shumë më të lartë se sa raketat franceze dhe angleze apo dhe Itacam amerikane, pra janë një armë shumë më eficiente në sulm se sa të tjerat deri tani, po gjithsesi suksesi i tyre është i kufizuar. Kjo është për anën teknike, numrave dhe të aftësive që kanë ato. Të vim ka ana politike. Kryeministri kancelari Merz thotë që do i japi dhe do i udhëzojë që të qëllojnë objektiva në thellë në Rusi. E para, politikisht është një lojë jashtëzakonisht e rrezikshme nga ana tjetër, sepse ai nuk ka më shumë se 30-35% mbështetje të gjermanëve. Dhe nuk është çudi që nëse këto gjëra shkojnë keq, mund ta humbasë datë mbështetje dhe të mos jetë në gjendje ta shtyjë deri në fund të vitit gjithë mandatin e tij si kancelar. Nga ana tjetër, sondazhet tregojnë që AFD-ja ka kaluar Kristian Demokratët,
Po pra, dhe mos themi atë tjetërin që për të zgjedhur kancelar ju desh ndihma e komunistëve, do më thënë jo për ta votuar si shumicë, po ai humbi herën e parë. Dhe pastaj për të bërë një ndryshim në procedurë, do duhesh që të votoheshin 2/3 dhe parlamenti ndryshonin procedurën për t'i dhënë mundësi që të votohesh brenda ditës edhe një herë për herë dytë. Dhe këtu alo dilinke komunistët u bashkuan me këto të qendrës djathtë dhe ndryshuan procedurën, pastaj u votua edhe një herë dhe me herën e dytë fitoi. Kështu që të gjitha këto hollësirat janë për të vënë në dukje që pozitat e tij politike të brendshme janë shumë të lëkundshme, pavarësisht që ai duket njëri super konfident në mënyrën se si shprehet dhe si flet. Ana tjetër, për teknike dhe politike e problemit është që raketat Taurus gjermane janë të programuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë, këta nuk i lëshojnë dot, nëse ekspertët gjermanë nuk punojnë me ekspertët amerikanë për të pasur akses ke satelitet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në fund të ditës janë me kodet e aksesit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të goditur. Që do të thotë, nëse goditen objektivat në Moskë, do thotë janë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës pjesë e goditjes në Moskë. Dhe nuk ka se si rusët mos marrin shënim që po goditen nga një aleancë europiano-amerikane në objektiva të ndjeshme strategjike apo të lloji tjetër në Moskë. Se si do reagojnë rusët, kam parasysh përsëri John Mearsheimer që thotë në të kaluarën kur u dha leja herën e parë në Biden, dhe Biden miratoi një herë që të goditën objektiva. Dhe ai tha, në varësi nga dhimbja që do ndjej, nëse goditja do të goditen objektiva të cilat vërtet do ju dhëmbin rusëve, atëherë hakmarrja e tyre do jetë e tmerrshme. Nëse do goditen, nuk do bëjnë atë dëm për shkak. Kështu që në këtë rast kemi një gjë të themi për zgjedhje strategjike, sepse në fund të ditës për shkak se Ukraina nuk i ka, dhe as Gjermania nuk i ka, apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë aftësitë e survejancës edhe të rikognicionit dhe të përcaktimit objektivave, që bëhet e gjitha nga Gjermania, në rast se do të përzgjidhen objektiva që nuk e përmbushin atë prekjen e thresholdit që rusët mund të reagojnë ashpër, atëherë gjitha do të mbetet një lojë në public relation që ne ja dham, po ata i përdoren, po si përdoren, dhe tjera dhe do të kapërcehet edhe kjo situatë. Për ndryshe, nëse vërtet prek në nerv, atëherë besohet që mund të ketë pasoja realisht sipas Medvedev, që i kthen përgjigje presidentit Medvedev, ish presidenti rus, i kthen përgjigje zotit Trump dhe i thotë, nëse ju nuk dini se çfarë është më keq, po ja kujtojnë që më e keq se sa kjo që po ndodhet në lufta tretë botërore. Pra, ka aq koka të nxehta në Rusi që mund të reagojnë edhe në një mënyrë shumë të ashpër. Problemi i jashtëzakonshëm është që në ato që quhet media kryesore, mainstream media, ka një relativizim të luftës në mënyrë të frikshme. Pra, unë kur lexoj çfarë shkruajnë, qoftë në Itali, qoftë në Gjermani, qoftë në Angli, qoftë në Francë. E di çfarë më fal, po ju bër një ndërhyrje ambasador, një analist i anatemuar si Orsini, është një i cili ne kanë akuzuar për putinist, po të cilit i kanë dalë që të gjitha tha, e kemi parasysh që neve po shkojmë drejt një lufte ku kemi vetëm 50 tanke operativ, dhe ato që janë raketat bërthamore që neve mund t'i kundërpërgjigjemi Rusisë, janë vetëm ca hekura të ndryshkur, të cilat edhe këto i komandojnë Shtetet e Bashkuara. Dhe lind pyetja tjetër, të cilën do t'ja u bëj, sa Shtetet e Bashkuara mund të kundërpërgjigjen me armë bërthamore nëse Rusia godet, le të themi, Lituanin ose Polonin, ose qoftë edhe Francën, e cila se të gjithë ekspertët ushtarak thonë, dakord, kanë armë bërthamore. Problemi është sa je në gjendje ti çosh këto armë bërthamore mbi kokën e kundërshtarit. Se armë bërthamore ka dhe Kim Jong-uni, po s'është në gjendje të kaloj kufirin. Ajo që kisha që nisa të thosha ka lidhje me këtë. Ka lidhje me këtë. Relativizimi i përdorimit të armëve, relativizimi i luftës. Pra, kthimi i luftës në një gjë shumë të zakonshme. Do armatosemi, do shkojmë, do i tregojmë vendin Rusisë. Kush armatoset? Do shojnë djemtë e Italisë luftojnë në Rusi dhe në Ukrainë, përse? Kur ka shumë mënyra të tjera që mund të merresh vesh dhe të zgjidhësh problemet me paqen. Nëse vërtet rusët do vinë deri në Itali, patjetër që italianët do duhet luftojnë për atë dheun e tyre. E kështu me radhë polakët. Po unë kam shërbyer në Poloni për 5 vjet dhe
Nuk ma mërmëndja që rusët nuk e din atë që di unë, kur që kam mësuar në Poloni, që nuk do me i pa njeri me sy. Atëherë, si ka mundësi që do të dojë tjetëri të vi atje, kur ti je në tokë të djegur, je në tokë të ndezur. Dhe unë jam i sigur që rusët kanë thënë me vetën atyre shgjyrë shpëtuan nga polakët kur u tërhoqën në fund viteve 90, se sa, kështu që, por ama, në rast se do të ketë vërtet një inkursion të NATO-s, le të themi, si që e shpjegova pak më përpara, me ndërhyrjen e raketave që komandohen dhe nga Amerikanët dhe nga Gjermanët apo Polakët, atëherë vërtet që mund të presin në një reagim të ashpër nga rusët. Por, si që po thosha, ajo që nuk më pëlqen dhe më duket që ne të paktën, ai sa kemi mundësi, dhe më vjen shumë mirë që ekzistojnë studio si kjo e juaja ku vërtet mund të flasësh hapur edhe pa droje se po të censurojnë ato që thua. Lufta është një gjë e tmerrshme. Është më tepër për vendet si joni që kemi bazuar gjithë këtë turizmi, në momentin që do të ketë një hije lufte, kush do vi këtu për turizëm, përse nëse do mendojnë që do ketë dronë që do hedhin në erë aviona. Qoftë edhe rreth atmosfera. Në qoftë se do shpërthej, le të themi, një raketë në Poloni, një raketë bërthamore, ty s'të vjen më njëri për turizëm këtu. Aq më tepër përsa kur vjen puna ke armët bërthamore. Dhe është shumë për të çuditur pse këta që kanë marrë këtë kryqëzat anti-ruse nuk shikojnë mënyrën si funksionon Këshilli i Sigurisë, mënyrën si funksionon Kombet e Bashkuara. Pse në Kombet e Bashkuara ca janë më të barabartë se të tjerët? Pse janë 5 shtete të cilët kanë ca të drejta më shumë se të tjerët? Pse kanë të drejtën e vetos? Sepse kështu është ndërtuar i gjithë sistemi ndërkombëtar. Dhe tash kur sistemi ndërkombëtar është ndërtuar në mënyrë të tillë, kur siguria, padyshim ukrainësit kanë të gjithë drejtën e Zotit të zgjedhin vetë se ç'i duhen kenë aleatë, se në çfarë organizata duhen bëjnë pjesë. Po nga ana tjetër, po njësoj e barazvlefshëm me këtë është dhe parimi tjetër që siguria është e pandashme, nuk mund të sigurosh ti sigurinë tënde në kurisë të atij tjetrit. Dhe në kurisë të atij tjetrit që është edhe ndodhi që është edhe antar i Këshillit të Sigurisë, ndodhi që është edhe fuqi bërthamore. Kështu në këto kushte Finlanda jetoi 80 vjet me status neutral pranë Bashkimit Sovjetik. Jo vetëm, po trupat speciale kishin të drejtë të ndërhynin në territorin, për shembull për të kapur një spion, një dezertor, Spetsnaz kishin drejtë të hyrë në Finland. Kështu që mua më duket se ekzistojnë të gjitha mundësitë që të mos vazhdohet më tuaj me luftën, të gjendet një mundësi edhe për të garantuar tërësinë territoriale të Ukrainës, sepse është vërtet për të ardhur keq kur ka negociatorë si Keith Kellogg, ai generali i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që mendohet se është i dërguar i Trumpit, po Trumpi përdor dy të dërguar, përdor dhe Witkoffin, përdor dhe Kelloggsin. Domethënë ky Kellogg duket sikur është pjesë e këtyre neokonëve më shumë se sa Witkoffi që është i besuar i Trumpit. Megjithatë thënë, kush janë kushtet e rusëve për të bërë paqe, nes na i dhanë, duhet na i dhanë, se nuk po të na japin, do vazhdojmë bisedimet. Rusët i kanë bërë të qarta më mirë herë se kush janë kushtet e tyre për paqe. Problemi është si do akomodohen, a janë të akomodueshme, dhe unë kam përshtypjen që neutraliteti apo sasia e forcave të armatosura janë gjëra që mund të negociohen lehtësisht, domethënë, kur vjen puna ke tërësia territoriale, fare mirë mund të ketë kështu klauzola kalimtare për një periudhë këtu, që do garantohen të drejtat e rusisë folësve atje. Pra nuk është krejt e pamundur që të bisedohen të gjitha çështjet dhe të zgjidhen në kuadrin e institucioneve dhe të strukturave ndërkombëtare që ka krijuar shoqëria njerëzore deri më sot. Dhe kjo, të themi, tendenca për të çuar njerëzit në luftë dhe për të zhdukur gjenerata të tëra, qoftë ukrainësh edhe qoftë rusësh, duket krejtësi e pa kuptim. Ndërkohë, ambasada, më falni, administrata amerikane duket se ka një lloj shkëputje nga ky deep state i vet, domethënë Rubio, Vance, tjetër thonë ata, ndërkohë që administrata, Pentagoni, CIA, Departamenti i Shtetit ende nuk është dukshëm, po këto të dyja veprojnë në shinat e tyre, nuk është se po i vrasin shumë mendjen për çfarë thot presidenti, llogaritur edhe nga rasti i fundit që përmendet juve. Kam frikë se këtë drejt, domethënë në krahasim me atë tërshëllëmën me të cilën erdhi zoti Trump në zyrë në datën 20 janar, unë prisja që
dilte uji nga Hengli, nga CIA, nga CIA, apo nga Pentagoni, apo nga Departamenti i Shtetit, në fakt nuk është se ka në një reform të dukshme në personel, por diçka ndoshta mund të ketë në mënyrën se si veprohet. Qiko, po të shikosh ç'a ndodhi me bombardimin në Jemenit edhe me luftaniet amerikane në detin e Kuq, është goxha për të shqetësuar për gjendjen në cilën ndodhet aftësia luftarake, ushtarake e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duket sikur kemi të bëjmë me një armatim cilit i ka kaluar koha prej 20-30 vjetësh dhe ato janë më shumë, siç thonë, sitting duck, një patë e mbetur në batak, ato aeroplanbajtëse gjigande përballë raketave që janë zhvilluar me kalimin e kohës. Kështu që në këtë këndvështrim as personeli në Pentagon nuk është reformuar sipas atij vrulli me cilin hyri Pet Heksethi në zyrë, po kam përshtypjen që edhe i gjithë rishikimi i programit të armatimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndonse buxheti mbeti po ai, rreth $1 trilion, nuk duket që të ketë një doktrinë të re se si duhet qasur kërcënimeve të reja që vijnë nga luftrat moderne. Domethënë, asnjëriu nuk kishte marrë mendja që dronet mund të ishin një mjet kaq efekt dhe tash i bie që të rishikohet e gjithë doktrina ushtarake se si mund të sulmohet dhe si duhet mbrojtur nga dronet, për nuk po flasim pastaj për investimet që duhen bërë për prodhimin e tyre. Po gjithë qasja ndaj doktrinës ushtarake është krejt e ndryshme. Po që të vim tek reforma në ato 3 institucionet, të cilat Trump i ka përmendur disa herë në fushat edhe në periudhën e tranzicionit, përfshi dhe FBI-n. Nuk shikojmë që të ketë ndodhur asnjë gjë. Ai Kesh Patel, që është drejtori i FBI-s, unë të nesërmen do i nxjerr 7.000 punonjës të FBI-s që të kapin keqbërësit në rrugë dhe do vendos një tabelë atje që ky është muzeu i Deep State, natyrisht në mënyrë figurative. Por nuk më duket që ka ndruar absolutisht asnjë funksionar të FBI-s me del gjithmonë një gjykatës që e bllokon. Patjetër. Dhe kjo është jo, në qoftë se është një, ti edhe thyen atë gjykatin, por kur të dalin 40 gjykatës dhe të bllokojnë majtat, djathtat para mbrapa. Se sa e drejtë është ajo që donte të bënte zoti Trump duke reformuar, duke i përzënë gjithë nga puna, duke i vënë gjithë të rinj të tjerë, kjo është një çështje tjetër. E bëshme pa e pa bëshme. Ajo që po diskutojmë është që donte ta bënte dhe nuk e ka bërë. Dhe në këtë përpjekje, vitet do kalojnë dhe mas 4 vitesh do thotë që unë doja ta bëja, po s'm la Deep State prapë si 4 vjet përpara. Dua një mandat tjetër. Vetëm që shiko, ne jemi në prerjen e shumë kontradiktave, domethënë kontradikta lufta. Do me thënë, ambasador, vërtet që Trump mund të mos ja dalë, por çfarë kërkon Trump është e drejtë. Kam përshtypjen, po, kjo e tregon më saktë se çfarë mendoj unë, kjo që sapo thatë. Do me thënë, duhet të ndrojë diçka, nuk mund të vazhdojmë më kështu. Nuk mund të vazhdojmë siç është. Po problemi me cilin jemi është që ka prerje të shumë kontradiktave. Lufta në Ukrainë është sa çështje sigurie, aq edhe çështje narrativi, është edhe çështje, domethënë, le të themi, civilizimesh, sepse duket që përpjekjet e Europës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për të izoluar Rusinë përmes sanksioneve kanë dështuar për faktin se ai që quhet Global South, jugu, bota e tretë, bota e pazhvilluar, është më shumë me Rusinë se sa me Shtetet Bashkuara të Amerikës apo me perëndimin në tërësi, qoftë edhe për ato paragjykime që kanë mbetur nga mënyra si janë sjellë europianët me ta në të kaluarën e tyre koloniale. Po, përfaqësojnë kolonizatorët. Eksakt. Po qoftë edhe nga mënyra se si sillen sot me një lloj përbuzje, me një lloj mendjemadhësie, me një lloj të parit nga lart. E vendosim ne, po do ta zbatoni dhe ju. Që e konsiderojnë veten, domethënë këta e kanë të vetë ndjerë, ju duket sikur sillen normalisht. Po për ne që jemi nga ana tjetër, ne ndjejmë mënyrën se si ata shpeshherë na nënçmojnë, na përqeshin, na përbuzin, nuk tregojnë atë respekt që tregojmë ne për ta. Dhe të gjitha këto janë në të njëjtën kohë bashkëlidhur me rritjen e Kinës, rënien e Amerikës, sepse vërtet që nuk ka rënien e Amerikës në terma absolute, por në terma reale ka goxha, sepse nëse dikur kanë qenë 30-40% e prodhimit përgjithshëm, sot janë 20-25%, Kina po shkon 20%, Indonezia rritet, Brazili rritet, India rritet, Rusia gjithashtu është një aktor me kështu në vorbullën e gjithë këtyre kontradiktave, vërtet që duhet shumë gjakftotësi
dhe diplomaci, të cilës shumë pak po i kushtohet vëmendje, më shumë po janë plan të parë kokat e nxehta me raketa dhe me sulme dhe me sankcione, se sa diplomacia me... Ambasador, kjo vjen edhe për shkak që shpesh herë fuqitë e vjetra, kur nuk ja danin dot me kompetitivitet ekonomik dhe teknologjik, për shembull gjithi ka habitur ky shpërthim i Kinës teknologjik. Asnjëri nuk, të gjithë janë me mundësinë para 30 vjetëve, ama mall kinez. Ndërkohë që mallrat kineze po bëjnë makinat elektrike, për shembull, po e vënë në pozitë qesharake industrinë automobilistike gjermane, e cila është një industri e cila është vlerësuar nga të gjithë. Po jo vetëm në këtë pikë, edhe në pikë të tjera, po bëjnë aeroplan bajsën e tretë, në mos gaboj. Po paraqesin aeroplanët e gjeneratës së 5 dhe 6 që konkurojnë me ata amerikanë në disa aspekte kanë pozicion më mirë. Ambasador, një pyetje të fundit kisha. Më duket, përshtypja ime qofsha i gabuar, sikur Amerikanët e tërhoqën zvarr Europën në luftën me Rusinë, me sankcionet në njërin me tjetrën, administrata Biden. Tashti Amerikanët u tërhoqën dhe mua europianë më duken si ajo pula pa kokë që i kanë hequr kokën, po vazhdojnë në ecën instinktivisht në rrugën e luftës. Apo ka diçka më të thellë brenda tyre? Dhe nuk po arrin ta kuptojnë që duke para hartën e botës, siç thoshte një analist, Europa është ky gadishull i vogël e Euroazi, se keni kuptuar këta, se keni kuptuar. Vëzhgimi shumë i saktë. Të më thënë, ndërkohë që e ndoqen me të dy këmbët drejt një gjëje e cila ishte, të themi, totalisht në dëmin e tyre ekonomik. Çmime, gazi, gjithçka. Totalisht. Humbën tregun kinez dhe furnizimin me lëndë para ruse. Ka thënë Borrelli në mënyrë shumë të përmbledhur. Do më thënë, bota ndryshoi për neve, sepse humbëm tregun kinez dhe lëndë para ruse. Kështu që... Kina nuk firmos me Çeqja, thoshte një analist gjerman. Kështu që shumë e vërtet saktë, më thënë që i vajtën pas të bindur. Ajo që ka ndryshuar... Se unë mendoja që europianët do të shkonin gjithë gaz mbrapa Trumpit, sa doli për paqen, jo. Problemi është që qysh në kryet herës, në 20 janar, administrata Trump i bëri me dije që nuk ju dua më, dhe dërgoi J.D. Vancein në Munich dhe i tha që ne s'kemi më punë bashkë. Kështu në këtë këndvështrim, europianët e ndjejnë që Amerika nuk është më aty për ata. Pra, raportet midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Europës kanë ndryshuar në mënyrë përfundimtare. Ka të dhëna që unë i besoj shumë fort, që në qershor, në samitin e Hagës të NATO-s, mund të njoftohet tërheqja e trupave amerikane nga Gjermania dhe nga Italia, pjesë ndoshta jo esenciale, po që mund t'japin një mesazh që shikoj se ne nuk kemi më punë këtu, zgjidhini vetë hallet që keni me njëri tjetrin, sepse në fund të ditës mendohet sikur ato trupa janë aty për të mbrojtur nga rreziku rus apo sovjetik, po në fund të ditës janë aty për të mos i lënë europianët që të bëjnë luftë me njëri tjetrin. Dhe kjo është frika kryesore që kanë europianët, që i janë të merruar nga tërheqja e trupave amerikane, se mund të vinë në një situatë ku Gjermania do armatoset dhe do armatoset me lekë të italianëve dhe lekë të gjithë të vegjëlve, që ata të marrin borxh dhe këta të paguajnë borxhet përse ndërsa industria e luftës të jetë në Francë dhe në Gjermani. Nuk janë thashë theme që po i përhapun, janë vetë të përfaqësues e Italisë dhe të vendeve të tjera të vogla, të cilët kanë dhënë alarmin tashmë. Edhe po të shikosh edhe këto aleancat ad hoc, Mbretëria e Bashkuar s'ka lidhje fare, dhe pastaj Francë, Gjermani dhe Poloni bëhen këto katër mosketierët edhe vendosin këto për fatet e Europës, ndërkohë që Bashkimi Evropian sfumohet totalisht, domethënë dhe 24 shtete të tjera që janë pjesë e 27. Spanja, Italia, ta ndjejnë veten të marginalizuar, por pse veprojnë ashtu atëherë dhe pse veprojnë tash këtu? Ndryshimi është administrata amerikane. Ishte Biden dhe këta i vajtën gjithë nga mbrapa. Rrezik, po të ishte Biden përsëri, këta do të kishin vajtur prapë mbrapa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por duke qenë se është Trump, dhe Trump i ka thënë që unë s'kam më punë me juve, dilini për zot vetes, dhe këta janë të tmerruar nga fakti që nuk kanë më mbrojtje, nuk kanë më mbështetje. Dhe duan të shtypin Rusinë? Dhe mënyra vetme është që këta të bëjnë, rreziku rus i bën që të armatosen. Duke u armatosur do arrin të krijojnë atë fuqi mbrojtëse që do ja heqin Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse sado që Rusia mundet ketë apo të mos ketë, ato nuk e di qëllime agresore ndaj Polonisë dhe Gjermanisë apo Francës,
Megjithatë, më detyron ta them, po. Jo, në momentin, shiko, Putini tha, kemi 16 milion kilometra katror të nënpopulluara, ç'na duhen të tjera. Okej, nuk funksionon kështu. Në ligjet në ligjshmërinë apo në ligjësinë e çështjeve të sigurisë, në momentin që ka një vakum të jashtëzakonshëm sigurie, pra nëse Rusia ka 30 milion ushtar dhe Bashkimi Evropian ka 3000, në mënyrë të natyrshme ti nuk je i barabartë. Në mënyrë të natyrshme ti je i presuar dhe i të themi i detyruar që të ndjesh. Pra, në çështjet e funksionimit të shteteve, raporti i ekuilibrit forcave luan rol të jashtëzakonshëm. Kështu që në këtë këndvështrim, prandaj europianët do harxojnë gjithë ato lek që të armatosen dhe të jenë element të themi i barabartë, i baraspeshuar në përplasjen e forcave midis Rusisë dhe Europës, në mënyrë që të ruajnë ekuilibrin e tyre. Kjo nuk marr përsipër të pretendoj se gjeta çelësin e pyetjes që bët juve, mund të jetë një problem shumë herë më i gjerë. Po një nga përgjigjet mund të jetë kjo, që ajo që ka ndryshuar në këtë raport është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dikur ishte Biden, tash është Trump. Dhe marrëdhëniet që ka ndërtuar Trump me Europën, apo që i imagjinon të ardhmen, janë krejt ndryshe nga ato që kanë pasur deri tani. Një shpjegim që mua më mbush mendjen, po i vetmi dyshim është që pse europianët mbasi tërhiqen amerikanët duhet vazhdojnë të blejnë gazin amerikan 3 herë më të shtrenjtë dhe nuk duhet të lidhen me Rusin. Gjithsesi kjo mbetet një ndër enigmat e politikës. Po, patjetër që është enigme madhe, por ndërkohë europianët nuk shkëputen dot nga doktrina amerikane për decoupling, për të shkëputur njëherë mirë nga marrëdhëniet me Rusin, për të shkëputur njëherë mirë nga marrëdhëniet. Do kemi një perde tjetër të hekur, thoni juve? Po. Të themi një paqe të nxehtë, do ketë paqe, por shkëmbimet ekonomike, kulturore me Rusin, ishte interesante shumë biseda e një ish diplomati anglez që kishte qenë në St. Petersburg dhe tregonte se si ato elita ruse e St. Petersburgut, që dhe jam i sigurt është goxha ndryshe nga çfarë mund të flitet për rusët në Moskë apo në zonën e thellë, ku shpeshherë edhe për shumë studiues të tjerë ka një dallim të madh midis rusëve që jetojnë për këtej Uraleve dhe rusëve që janë më tanë Uraleve në kuptimin e komponentes europiane dhe asiatike të shtetit rus. Dhe ai thoshte elita e St. Petersburgut, përveç që nga sanksionet ka humbur shumë para, se kanë pasur shtëpia në Finland apo në Venecia apo në vende të tjera, por ajo që janë të zëmëruar është qëndrimi i shokëve të tyre, i kolegëve të tyre intelektuale europian, të cilët i kanë shkëputur gjitha kontaktet me ta, sikur të jenë ata Putinin, ndërkohë që ata vetë janë bërthama më substanciale e kundërshtimit intelektual dhe vizionar me presidentin e Rusisë. Pra në këtë mënyrë si janë sjell kolegët shokët e tyre intelektual të njëjtit profesion apo të njëjtit prirje, i ka bërë që të jenë më shumë ata pro Putinit se sa të jenë pro Europës nga qëndrimi që kanë mbajtur këta. Pra, e gjitha çfarë po ndodh është për masave epike, domethënë, jo vetëm ndarje që ekonomike, gazi, marrëdhëniet ekonomike një tjetër, por po ndahen edhe karakteret njerëzore nga njëri tjetri, çka është vërtet shumë e dëmshme. Shumë e dëmshme, madje në ca universitete italiane hoqën edhe Dostojevskin për studim, domethënë që ishte një dhe ndërkohë që Putini, i cili rrotulloi atë thikën në plagëve, u tha, ju kam thënë gjithmonë investoni këtu se Europa nuk na do. Kështu që jemi domethënë në pikën që mbetet gjithmonë një Rusi e frikshme, por unë ja kam më tepër frikën një Gjermani e të riarmatosur, sepse 2 luftra botërore në fakt i ka nisur Gjermania, nuk i ka nisur as rusët dhe as Besoj që samiti i Hagës do të jetë jashtëzakonisht interesant për ta ndjekur, se çfarë linje të mëtejshme do të zhvillohen ngjarjet, por ndërkohë mua më duhet që jemi edhe përpara një qetësie sipara stuhisë në të gjithë elektoratin evropian, ku të gjithë janë shumë të fryrë me elitat në pushtet dhe mund të shpërthejnë nga momenti në moment në format nga më të ndryshme në kuptimin e shesheve, se natyrisht nuk pritet në një. Por më duket që situata politike në gjithë Europën, nga Italia, për më keq akoma në Francë, në Gjermani,
në Angli në mënyrë të veçantë. Kam frikë se deri nga vera mund të ketë njerëz që të mbushin sheshet me kërkesa për ndryshim të situatës. Për ndryshim të situatës. Ndërkohë, ajo që bën përshtypje që thatë juve lufta po bëj konkluzionet e bisedës, megjithatë do doja ta vazhdoja. Janë bara 17.000 fëmijë në Gaza dhe asnjëri si bën më përshtypje. Ndërkohë që vetëm 25 vjet përpara, për shumë më pak në Kosovë ndërhyri NATO-ja dhe rrëzoi. Pra bota gjithmonë po vjen e bëhet me pandjeshme ndaj luftës dhe kjo është e frikshme sepse në vitin në vitin 1913 asnjëri s'mendonte që do kishte luftë dhe asnjëri s'e di se thon nga një herë që pasaporta e zogut lëviznin pa vizë. Jo, europianët lëviznin të gjithë pa viza, nuk kishte viza. Bolt paraqisnin një pasaport i lëviznin shkoja kudo. Pra kjo Europa pastaj bëri 2 luftra të përgjithshme. Shpresojmë që nuk do jetë rasti i tretë. Absolutisht. Ambasador, si gjithmonë kënaqësi. Faleminderit juve për ftesën, faleminderit. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.